dasëm në Tiranë, martohet dhe ne. Martohet një Vitakos, në ka ftuar të dy. Ja, Tesa. Robert Ndrenika e Suzana Prifti ju japi një dy personazheve të moshuar që e gjejnë veten jashtë kohe e jashtë konteksti, të pakuptuar e të munjanuar, në një shoqëri që teksa vrapon drejt së ardhmes duket se pothuaj nuk gjen vend për brezat e gjyshërve që mbeten të izoluar. Në titullin Lulet plastike, Julieta Liçka ka kthyer në film me metrazh të mesëm një tregim të shkruar prej tij, frymëzuar nga një histori personale. Mbështetur mbi një përvojë timen reale, simbolike. Është një ndjesje ime që, por mos i duket nga që po arri e kam arritur moshën 30 dhe bëjmë gjithmonë më i ndjeshëm. Problematika e vetmisë, e izolimit, e shpërfilljes së moshës së tretë dhe një apel të themi për një ngrohtësi njerëzore, gati një histori dashurie në moshën e tretë. Jo vetëm si përplasje brezash e mentalitetesh, komunikimi mes dy botëve krijon ngërçe sforcim, duke u përçuar edhe përmes simbolit të luleve plastike që nuk kanë më kuptimin me të cilin i kemi njohur, duke kërkuar t'i shohim me respekt edhe mbi gjitha dhe dobi prurse për gjitha ajo përvojë jetësore. Pra, nëse mosha e tretë deri më sot duhet respektuar, se duhet të ndihmuar, jo, duhet më tepër të vlerësohet dinjiteti i tyre dhe çfarë dobi mund kanë ata reciprokisht në shoqërinë njerëzore, jo vetëm çfarë i jep fëmijët ose të rit moshës së tretë, po çfarë mund të sillin ata dobi për t'u ndjerë ata dinjitozë në jetën e tyre. Filmi i ndjek dy të moshuarit nga fshati ku jetojnë në qytet ku vinë për vizitë për të ndjerë të pakuptuar në ambientet ku shkojnë duke i lënë pothuaj vetëm në mes të qytetit që shformohet e riformohet, pa gjetur vend për ta, ndërsa përcjell një trishtim në kufit e përlotjes.